Propozim ligji për arsim të lartë vazhdon të ngjall reagime në publik, shumica e opinioneve janë kundërshtuese, ndërsa jepen edhe argumente për këtë qasje. Një zë kundërshtues është edhe deputeti Halil Snopçe, i cili nga foltorja e Kuvendit deklaroi se Ministria e Arsimit është në kontradikt me vetveten kur thotë se ligji nuk do të tërhiqet. Ajo thotë se i merr parasysh vërejtjet, ndërsa nga ana tjetër insiston në ligjin e propozuar. Kjo qasje është antidemokratike dhe një formë sjelljeje që nuk kupton se ajo dhe qeveria din gjithçka, ndërsa të tjerët, profesorët, akademikët dhe universitetet nuk din, deklaroi Snopçe. Prandaj debati nuk është vetëm juridik apo administrativ, por është edhe filozofik. Çfarë thyme dëshirojmë të sjellim me ligjet? A duhem ligje që garantojnë autonominë si kusht të së vërtetës, apo ligje që reduktojnë universitetin në një zgjatim të pushtetit ekzekutiv? Pra, vetë qasjet e deklaratat publike janë në kundërshtim me qëllimet e vërteta të cilat potencohen. Njeni 63 parashikon mundësinë e mbylljes së institucionit të arsimit të lartë. Kjo në mënyrë direkte mund të prek studentët, stafin akademik dhe parimin e autonomisë së universitetit. Në vend që të mbrojë autonominë universitare dhe të garantojë të drejtën për punë, ligji i përqendron vendimet tek qeveria dhe ministri, duke i kthyer universitetet nga partnerë të barabartë në subjekt të kontrollit administrativ. Snopçe deklaroi gjithashtu se sipas ligjit, statusi i universitetit duhet të marrë miratimin e qeverisë dhe ministria ka të drejtë të pezullojë akte kyçe të universitetit. Kjo është cënim shtesë i autonomisë, duke krijuar filtra të panevojshëm. Universitetet nuk mund të marrin vendime për programet dhe aktet e tyre pa miratim paraprak të pushtetit ekzekutiv, shtoi Snopçe. Sipas tij, ligji lejon që Ministria e Financave të ndërhyjë në planet financiare dhe tarifat studimore. Kjo nuk është një reformë, por centralizim politik i veprimtarisë universitare, deklaroi Snopçe.